Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Në kohën kur Kosova po kujton për vjetoret e masakrave më makabre të Serbisë, sot pastasella e Rahovecit përkujtoi 106 civilët e vrarë të këtij fshati dhe dhjetra mysafir nga fshatrat e tjera që ishin strehuar aty. 26 vjet më parë, regjimi serb ndau në grupe njerëzit, të cilët më pas i pushkatoi. Në këtë përvjetor, zyrtar të nivelit qendror, ata lokal, bashkëvendas dhe familjar kërkuan drejtësi për krimet e kryera nga forcat serbe. Unë jam i besueshëm se kur shakon të reti vrarë, ata janë konë gjallë, por ne kemi pas mundësi për me dhënë nëjme, ne asha kemi pështuar. Se akon e pamojshëm se lëvizja e dyme shkoj ke vinë ke asate në vëdzojsh, kemi pas e qysh. Njesit ko imi shkuve tani, kemi gjetë njesë i kishin vratë drejt 50, ata janë konë gjallë, i kanë zanë, njesit është fjalla. Edhe do i kanë marrë janë 20 të shka kufome, i kanë marrë, i kanë quë që ato shpije që atje i kanë kollë. E ardhmja jonë duhet ndërtohet mbi themelet e zvërtetës dhe të drejtësisë, prandaj edhe kemi themeluar institutin për krimet e kryera gjatë luftës së fundit Kosovë, kemi shtuar kapacitetet në prokurisë speciale për t'i adresuar krimet e luftës dhe kemi mundësuar gjykimin mungesë, sepse Serbia nuk i dorëzon kriminalët e luftës. Ajo është bërë stre edhe për kriminalët e luftës, por edhe për terroristët që kryen krime në kohë të paqes. Ne derdhëm gjakun rëke dhe me luftë fituam të drejten për të jetuar të lirë në trojet tona. Ne jemi këtu e këtu do të jetojmë përgjithmonë, me dhimbje e shumë krenari. E Serbia pushtuese u dëpuan nga trojet tona, ata u mpështën, ata humbën dhe nuk mund të kthehen kur më në tokën tonë, të cilën e la me gjak për të jetuar jetën shqiptarët autokton në trojet e veta. Në emër të Këshillit të Fshatit e të viktimave, gjithashtu po e thirrje edhe njerëzve të penës, profesorëve, publicistëve, shkrimtarëve që të punojnë më tepër sepse po na paksohen dëshmitarët në nxjerrjen e ndonjë libri me karakter kombëtar apo ndonjë monografie. Ndërkohë, presidenti Vjosa Osmani ka kujtuar për vjetorin e 26 të masakrës në pastasjellë të Rahovecit, si dhe atë në burim të Malishevës. Osmani thotë se kujtesa e popullit të Kosovës nuk zbehet, e historia nuk mund të harrohet. E para, shtetit thanë se me përkushtim dhe vendosmëri do të mbrohet e vërteta dhe do të kërkohet drejtësi për viktimat e këtij gjenocidi. Një qerek shekulli më parë, forcat e regjimit gjenocidal të Serbisë kryen krime të tmerrshme kundër popullsisë civile në Kosovë. Në vitin 1999, në pastasjellë të Rahovecit, 106 burra, gra dhe fëmijë u vranë e u masakruan brutalisht. E njëjta valë dhune vazhdoi në burim të Malishevës, ku 42 civil të pafajshëm u ekzekutuan pa mëshirë, ka shkruar Osmani. Edhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka kujtuar 106 martirët e ekzekutuar nga forcat serbe në fshatin pastasjellë të Rahovecit gjatë luftës së Kosovës në pranverën e vitit 1999. Ai e ka quajtur këtë tragjedi si një moment që forcoi më tej vendosmërinë e popullit shqiptar për liri dhe shtetëndërtim. Tutje, Haradinaj theksoi se aparati shtetëror serb, duke parë fundin e tij, aktivizoi makinerinë e tij vrastare kundër popullit shqiptar, duke lënë pas dhimbje të pashlyeshme për shumë familje dhe tërë kombin. Ai kujtoi gjithashtu 42 shqiptar të pafajshëm nga fshati Burimi i Malishevës, të cilët u ekzekutuan nga forcat serbe. Kryeministri Albin Kurti ka udhëtuar sot për në Hanover të Gjermanisë për të marrë pjesë në panairin më të madh ndërkombëtar të industrisë dhe teknologjisë Hanover Messe 2025. Kjo është hera e dytë që Kurti merr pjesë në këtë ngjarje të rëndësishme globale për inovacionin, automatizimin dhe transformimin industrial. Në kuadër të pjesëmarrjes në panair, kryeministri do të zhvillojë takime me drejtues të kompanive dhe institucioneve ndërkombëtare.
Pjesëmarrja në këtë panajir konfirmon përkushtimin e qeverisë së Kosovës për të fuqizuar ekonominë, tërhequr investime të huaja dhe ndërtuar partneritete strategjike me kompani dhe shtete të zhvilluara, thuhet në njoftimin e zyrës së kryeministrit. Po sot, kryeministri Albin Kurti ka njoftuar se pas përfshirjes së votave të mërgatës, atyre me kusht dhe të personave me nevoja të veçanta, lëvizja vetëvendosje ka dale para edhe në komunën e Klinës. Kurti ka sqaruar se në hartën e publikuar një ditë më herët nuk ishin përfshirë këto kategori votash, duke bërë kështu që harta zgjedhore të ndryshoj. Ju kërkoj falje për këtë lëshim dhe ju faleminderit për përkrahjen. Në zgjedhjet parlamentare të këtij viti, lëvizja vetëvendosje është e para në 22 komuna, Partia Demokratike e Kosovës në 2 komuna, Lidhja Demokratike e Kosovës në 1 komunë, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me Nismën së Bashku në 2 komuna, KDTP në 1, ndërsa Lista Serbe në 10 komuna, prej të cilave 6 janë komuna të Ahtisarit, ka shkruar Kurti në postimin e tij. Ndrojmë temë të informacionit. Banorët e disa lagjeve të Prishtinës të hënën kanë mbetur pa rrymë për disa orë. Sqarime për këto reduktime ka dhënë kompania Kesko, sipas të cilës një prishje në stacionin Prishtina 2 ka bërë që disa dalje të jenë jashtë funksionit dhe një numër i caktuar i konsumatorëve në kryeqytet të mbesin pa furnizim me energji elektrike. Sipas Keskos, pas intervenimit të menjëhershëm të ekipeve të Kecit, gjitha daljet u rikthyen në funksion, kështu që edhe furnizimi me rrymë.